Përshëndetje të nderuar miq, në mbyllje të këtij viti do të flasim për situatën politike në vend të këtu në lagjen tonë, sikur e thot edhe i nderuar i ftuari i sotëm, por edhe për situatën gjeopolitike dhe çfarë do ndodh në 2026-ën. Për gjitha këto kam nderin dhe kënaqësinë të kem të ftuar zotin Krishnik Osmani, drejtuesi i lëvizjes Avdeu, njohës mjaft i mirë i zhvillimit jo vetëm brenda vendit dhe asaj nën tokë që nuk thuhet, por edhe të gjeopolitikës. Zoti Osmani, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Gilbert, urojtje mirë. Faleminderit ju. Zoti Osmani, Rama ja hodhi edhe këtë vit. Rama ja hodhi këtë vit është thënie shumë dekurajuese për shqiptarët, por unë besoj që është viti i fundit i tij politik. Këtë nuk e them tani sepse ka ndodhur ngjarjet e mëdha, këtë e kam thënë në ato pak intervista që kam patur para fushatës së 11 majit, që Rama dhe Berisha po bëjnë fushatën e tyre të fundit politike. Do të ketë ngjarje të mëdha, Gilbert, vetëm sa kanë filluar ngjarjet, do të ketë zhvillime të mëdha. Janari do të jetë shumë i vështirë për Ramën. Detajet ndoshta mund të i flasim në vijim. Do të ketë zhvillime të mëdha, qoftë në nivel gjeopolitik, qoftë në nivel ndërkombëtar, qoftë në nivel rajonal, qoftë në nivel Shqipërie. Dhe pjesa më e madhe atyre që mendojnë se ja kanë hedhur paqi, duhet të rishikojnë llogaritë e tyre sepse i presin ditë jashtëzakonisht vështira, pas gjelit detit më njëherë. Por ku bazoheni për këtë, sepse ne nuk mund të flasim ndoshta për krizë politike brenda vendit, për një shumicë që ka 83 mandate dhe një opozitë e cila është e fragmentuar. Sa nis të bëj diçka, shfaqet dikush brenda vetes për të kthyer vëmendjen, edhe duket sikur në një teatr kukullash thihet. E kuptoj skepticizmin tuaj dhe është me bazë, po t'i referohemi dhe ju e keni vënë re ndoshta që unë nuk para spekuloj, as nuk merrem me deklarata pompoze që kërkojnë klikime për clickbait. Ajo që dua t'ju them është se zhvillimet janë më të mëdha se sa 83 mandatet. Zhvillimet gjeopolitike dhe ardhmja gjeopolitike e rajonit dhe me sa duket vendimi i Washingtonit për të pajtuar me shqiptarët pas një periudhe të gjatë trishtimi, të ndikuar edhe nga lojtarë amerikanë të cilët e kanë shkatruar imazhin e Amerikës në Shqipëri. Ajo që duket dhe që ne lexojmë dhe kemi informacion është se Washingtoni ka marrë vendim të paqtohet me shqiptarët dhe të paqtohet me ta, në kuptimin që ka vendosur dhe është vendosur që t'i jap dorën shqiptarëve, me sa po duket, që ta tejkalojnë këtë klasë ordinere politike, që i qeverisë për 34 vitesh, dhe ekskavatori që po vjen i ka zinxhirët shumë të fortë për të thërmuar 83 mandate dhe çdo lloj klauzole tjetër politike, që do të thotë sigurisht ekzistojnë forma të tjera të cilat e detyrojnë Ramën dhe 83 mandatet të tij të vihen në shërbim të lojës së re, sepse loja është më e madhe se të gjithë. Po, goditja në këtë që ju analizën që ju bët, mund të vijë nga brenda ashtu sikur ju vaj deri tani në paradhon, pra nëpërmjet spakut, apo një goditje sikur po ju thoni që listat janë bërë gati, edhe pastrimi do të vijë direkt nga Shtetet e Bashkuara, pra mund të vijë një goditje deri nga andej për një kryeministër në detyrë. Gilbert, që t'jemi të qartë, unë nuk jam shërbim sekret, as nuk përfaqësoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as nuk e di se çfarë do të bëjnë amerikanët. Ne bëjmë analiza dhe ajo që unë kuptoj është dhe rrallë herë ajo që kemi thënë ka dalë e pa vend dhe ka dalë një lexim i gabuar. Pa asnjë diskutim që dosjet që janë për momentin në SPAK janë të tmerrshme. Në janar do të shihni video të llahtarshme që do të lemerisin politikën shqiptare, video të tmerrshme, të cilat tashmë janë në vendin e duhur. Rama e di shumë mirë se çfarë po i them. Ka dokumenta të tmerrshme që implikojnë këtë majorancë dhe implikojnë këtë kast hajdute politike. Dhe aktin e luftës
nuk e shpall Kreshnik Osmani sepse unë nuk jam aq i fortë dhe nuk kam fuqi unë të shpall luftë ndaj tyre, ndaj kastës. Aktin e luftës e shpalli kryetari i ri i SPAK-ut ditën që shkoi për të prezantuar dhe nxori gotën e ujit nga çanta e tij. Nxjerrja e gotës së ujit do të thotë që është në luftë për jetë a vdekje me këta batakçi. Sepse nuk u beson atyre as gotën e ujit, as shishën e ujit që e pinë. Ai është kod që e shpalli kreu i ri i SPAK-ut. Kësaj klase politike dhe u tha që jam me ju në përplasje për jetë a vdekje. A do ta eliminojnë atë me gota tjera, a do ta ndalojnë, a do ta bllokojnë dot, unë them që nuk kanë fuqi. E para. E dyta, kompeticioni gjeopolitik në Ballkan në 2026 nuk mund të jetë larg pentagramës së përplasjes gjeopolitike të madhe botërore 2026 dhe 2027 do të jenë vite të flakta për planetin dhe Ballkani do të hyjë bashkë me shqiptarët në atë që quhet faza e paqes së armatosur. Zhavelinet kanë mbritur në Tiranë dhe ato janë kod, ndoshta i flasim pak më poshtë, që do të thotë loja dhe makineria gjeopolitike është ajo që dikton lojrat e vogla. Në Partinë Socialiste dhe tek sekti i rilindjes ka nisur një rebelim i madh brenda. Kemi miq brenda, kemi njerëz, ka Rama po përpiqet. Para 2 ditësh pati një takim sekret me njerëzit e tij më të afërt dhe u tha që nuk ka zgjedhje të parakohshme, nuk ka qeveri teknike, nuk ka asnjë lloj tërheqje mbrapsh, sepse kjo do të tregonte se jemi të dobët. Dhe u tha njerëzve të tij, do të zhytemi bashkë ose do të fitojmë bashkë. Tani janë në fazën e fshehjes parave, sepse mendojnë që duhet të fshehin një pjesë të madhe të atyre që i kanë grabit shqiptarëve. Sot shqiptarët kanë një pyetje të madhe, Gilbert, që ja bëjnë dhe ju ndoshta e keni hasur atë çdo ditë, sepse ma bëjnë dhe mua çdo ditë këtë pyetje. Është nuk na intereson burgu i tyre, por parat a do konfiskohen apo jo. Nuk intereson kujt, shqiptarëve do hyjnë këta në burg apo jo, se edhe atje brenda karkaleca dhe verë do hanë. E do pinë, e do bëjnë palestër, e do bëjnë dhe status në Facebook. Deri tani SPAK-u ka dështuar në këtë pjesë. Deri tani ka dështuar, jo plotësisht, por shifrat që janë konfisku nuk janë në nivel të dur. Pra janë diku deri tek 60 milion euro. Që nuk janë asgjë në raport me atë që është vjet. Jo vila, jo BMW-ra, jo makina luksoze, jo resorte turistike, jo flori, jo pllaka floriri, jo Eurocash, nuk kanë kaluar 60-70 milion euro, por që nuk janë gjë në krahasim me miliardat. Paria e Tiranës është duke fsheh parat në mënyrë që të rikthehet pasi të hajnë goditjen e madhe, sepse mendojnë që pasi të largohet Trumpi, nëse kthehen demokratët, do të rivitalizohen. Çështja është që loja është më e madhe se ata dhe janari do të jetë një pikë kthese, fundi i janarit do të jetë një pikë kthese ku Rama do të njihet më shumë prej bëmave të tij live. Dhe ai e di mirë se ku dhe si. Dhe me sa duket, edhe e ardhmja do të projektohet, ardhmja e këtij paqëtimi të Washingtonit me shqiptarët, të cilët besojnë se për 34 vite kasta hajdute anti-shqiptare u maskua mirë me flamur amerikan, por bëri krejtësisht të kundërtën e saj. Ka ardhur momenti i paqëtimeve të mëdha dhe i aleancave të mëdha, nuk ka më loj me 2 porta as me 3 porta. Por zoti Osmani, si do bëhet kalimi? Do jetë i but, mendoni, i tranzicioni? Pra, po kush do jetë ajo elitë e re që do ta marrë në dorë në fund fundit? Pa asnjë diskutim që nuk ka destabilitet. Lojtarët e Beogradit në Tiranë, oligark, pronar mediash, drejtues prime time, gazetar prime time,
biznesmen të mëdhej, emra të rëndësishëm, Petro Grosso në Shqipëri, politikan me hije të vjetra, me pneumoni të vjetra, duhet të harrojnë çdo lloj iluzioni se mund të destabilizohet Shqipëria. Nuk ka destabilizim. Dhe nuk do të lejohet destabilizim. Kjo është ajo që unë lexoj. Ju a thash, unë nuk lexoj filxhan as hedh fall. Nuk lejohet destabilizimi në këtë moment, sepse, siç u thash, po hym në fazën e paqes së armatosur, shqiptarët po armatosen nga Amerika me Javelin, dhe është përgjigja më e fortë që i vjen Serbisë, Rusisë dhe kinezëve, që çdo lloj tentative për të ndryshuar kufi, për të krijuar destabilitet në Ballkan, për të ndarë Bosnjën, apo për të shkaktuar destabilitet në Kosovë apo në veri të Kosovës, me grupe terroriste të dirigjuara nga Aleksandar Vučići për të destabilizuar Ballkanin, do të jenë me kosto jashtëzakonisht të larta, sepse Javelini është kodi dhe është mesazhi i cili përfaqëson goditjen dhe shkatërruesin e tankeve ruse në Ukrainë. Pra është i rrit kostot e luftës në mënyrë shumë të frikshme, që do të thotë nuk do të lejohet asnjë lloj destabiliteti dhe kush ëndërron që të destabilizojë Shqipërinë do të paguajë fatura të shtrenjta shumë, do të bëhet gati të paguajë fatura të mëdha, sepse nuk lejohet në këtë moment destabilizimi e Ballkanit në një moment në të cilin po pikturohen apo po vizatohen hartat e rendit të ri botëror dhe hartat e reja të influencës gjeopolitike globale, veçanërisht me dokumentin që ndryshoi planetin, dokumentin e fundit të sigurisë kombëtare të Donald Trump. Po ajo ishte qartë që do të thotë që në 2026 nuk do kemi një hartë të re në Ballkan, apo Ballkani do mund përdoret si shkëmbim për influencë. Ballkani është zonë tradicionale e influencës amerikane dhe Aleancës Atlantikut Veriut NATO-s. Në qoftë se ka koncesion në Rusi, me Rusin në Ukrainë, Ballkani është e padiskutueshme që nuk ka asnjë miligram tërheqje mbrapsht dhe tashmë do t'i vi radha portit Durrësit bashkë me bazën e Kuçovës, bashkë me armatosjet e reja që po vinë, sisteme Javelin, për të kontrolluar hapësirën toksore, ajrore dhe për të kontrolluar korridorin Adriatik-Sofje, i cili lidh Bullgarinë me portin e Durrësit për të lehtësuar zhvillimin, transportimin dhe kalimin urgjent të trupave të aleatëve në rast nevoje. Do të merren në kontroll të gjitha pikat e sigurisë kombëtare dhe do të hiqen nga duart e ballukëve dhe të ballukeve, të cilat kanë bërë koncesione sekrete me rryma dhe korrente gjeopolitike armiqësore ndaj Shqipërisë dhe interesave të saj strategjike, dhe për këtë do të paguajë. Por zoti Osmani, për të rikthyer te Javelinit, janë sikur e thatë ju simbolik, na mjaftojnë ato apo ky është fillimi i blindimit? Ky është vetëm fillimi i armatosjes. Javelinët që kanë ardhur janë vetëm paketa e parë. 2026 do të vazhdojë me furnizime masive të Javelinit dhe sistemeve të tjera raketore mbrojtëse. Dhe mesazhi është që armatosja e shqiptarëve është simbolika e armatosjes për vetë mbrojtje dhe nuk do të jemi ne agresor. Por është mesazh kyç që i jep mesazh lojtarëve dhe kompeticionit gjeopolitik SBA, Rusi, Pekin në Ballkan, që çdo lloj tentative për të destabilizuar rajonin apo për të shkuar në një luftë, sepse Vučići nuk po i merr armët për të bërë dans në Krishtlindje apo në Vitin e Ri, as për të bërë vallëzim me to. Armët merren për t'i shkrepur diku. Dhe kjo armatosje agresive e Vučićit nga Rusia dhe nga Kina është mesazh që Moska më shumë se sa Pekini, sepse Pekini po luan me
armën e investimeve dhe të koncesioneve dhe të kontrollit të pikave logjistike, porte, aeroporte, 5G, Huawei, këto janë armatimet e Kinës. Kina po përdor soft power, po përdor fuqinë e butë, e cila shpesh është dhe më agresive se armatimet. Dhe ajo që më rezulton, Gilbert, është se armatimi Javelin është vetëm piknisja e cila lëshon dozën e nevojitshme të mesazheve për momentin, dhe 2026 do të shoqërohet me armatim të mëtejshëm, pasi duket qartë që në planin e sigurisë kombëtare të SBA-s dhe në planin e kontrollit total të hemisferës perëndimore, siç trajtohet në dokumentin amerikan, duket qartë që Shqipëria, si një ekstrem lindor i hemisferës perëndimore dhe si një bazë e rëndësishme e NATO-s, do të shndërrohet në një bazë logjistike të fuqishme rajonale, çka bashkë me ndryshimin e kastës politike hajdute 34 vjeçare, do ta shndërrojë Shqipërinë në një aktor lider në rajon, në qoftë se do të di të luaj mirë rolin e saj në këtë moment të ri që po vjen për Ballkanin. Nga ana tjetër, shqiptarët duhet të jenë të vetëdijshëm se në këto momente që po kalon bota, ngjarjet lëvizin me shpejtësi më të madhe se sa ne e mendojmë, dhe lëvizin gjithashtu më befasisht nga që ne mendojmë. Ndaj, ne duhet bëhemi gati për çdo skenar të mundshëm, i cili na mban në lojë me kuota të larta. Lutem, po Kosova këtu çfarë e pret? Apo linja Trump do ta prek ashtu si Tiranën? Kosova do të vazhdojë të jetë çdo ditë e më shumë më pranë NATO-s. Mendoj se në Washington dhe në Bruxelles, me të gjitha problemet që kanë me njëri tjetrin dhe me gjithë ftohjen që kanë Washingtoni në Bruxelles në këto momente, besoj është në të mirën e të dyja palëve, dhe jam thellësisht i bindur që trajektoria është që Kosova do të rrëmbehet me shpejtësi në drejtim të NATO-s. Trajektoria është kjo. Një kombinim perfekt i sistemeve mbrojtëse raketore, Javelin, Bayraktar në Ballkan, me armatosin që vijnë në Shqipërisë dhe me Bayraktarët që po shkojnë në Kosovë, një kombinim i këtyre bashkë me vendimin amerikan për të mos lejuar shpërbërjen e Bosnjës, pasi Bosnja dhe Kosova do të jenë dy pikat më të nxehta të Ballkanit në 2026. Kombinimi i strategjisë së paqes së armatosur në Ballkan dhe rritja e presionit perëndimor ndaj Vučićit, duke mos e lejuar atë të luajë më me dy porta, s'ka më në 2026 në dy porta. Do të rritet presioni edhe ndaj Serbisë, edhe ndaj Kosovës, kushdo që të vinë në Kosovë. Edhe nëse vjen zoti Kurti, edhe nëse ka koalicion të gjerë. Sepse të dhënat janë që edhe nëse fiton sërish zoti Kurti, prap nuk do të mundet ta bëjë qeverini vetëm. Dhe rrezikohet shkohet në zgjedhjet parakohshme prap në pranverë. Që do të thotë mund të hyjë në Kosovë në një fazë të destabilitetit kontrolluar, por që gjithsesi në samitin më të ardhshëm, më të afërt në 2026, Kosova dhe Vučići nuk do të kenë më tolerancë për të shkuar dhe për të bërë akrobacira, por do të shkojnë sipas asaj që unë shoh drejt një formule amerikane, europiane që thotë merre ose lëre. Nuk ka më balet në akull. Merre ose lëre është shumë e rrezikshme, nuk ka kohë dhe nuk lejon që të marrësh frymë. Këtu duhen vendimi i madh, duhet marrë vendime të mëdha dhe ka nevojë për unitet kombëtar,
ka nevojë për një aktivizim të Tiranës që nuk flirton me Beogradin siç ka bërë deri më sot, për të gjitha projektet që ka pas Beogradi për shkëmbim territoresh, për ndarje të Kosovës, për Zajednic, për mini Schengen ballkanik dhe të gjitha planet e tjera të cilat hapnin rrugë dhe shtronin trasen përballë dominancës së Beogradit në Ballkan dhe shndërrimit të tyre në lojtar rajonal. Presioni amerikan që po duket që po vjen në rritje, edhe për të ndaluar shpërbërjen e Bosnjë-Hercegovinës, duket qartë që do të vijojë edhe në 2026 dhe mendoj se do të kemi një tension të kontrolluar i cili edhe nëse tenton të dalë nga kontrolli, përkohësisht për nevoja të diskutimeve ndërmjet amerikanëve dhe rusëve për të ndarë zonat e influencës së tyre, tashmë në momentin që ne po flasim, ka filluar zyrtarisht përplasja në Arktik, në Polin e Veriut, në Danimark, për Greenlandën. Amerika do pa tjetër të marrë Greenlandën, është duke u përplas në Danimarkën, sepse ka një përplasje në Polin e Veriut që do të bëhet pa tjetër. Dhe përplasja do të ndodhë në të gjitha zonat. Dhe kjo do të thotë, në qoftë të se afrohemi drejt gjetjes një formule apo të një koncesioni në të cilin Rusia merr atë që do në Ukrainë, Ballkani blindohet. Në qoftë se Rusia do t'i shtypet bishti fort dhe do të shkojmë në një rritje të intensitetit luftës në Ukrainë, apo në mosgjetjen e një gjuhe, një firmosje të një procesi paqe, nuk ka asnjë diskutim që Putini do të tentojë ta destabilizojë Ballkanin dhe do të kërkojë hisën e tij në Ballkan, pjesën e tij në Ballkan. Dhe këtë do ta bëjë duke aktivizuar lojtarët e tij që janë të shumtë në Ballkan. Zoti Osmani, për ta mbyllur edhe diçka të fundit kam, kush është gjëja ndoshta më e madhe që prisni në 2026-ën? Përfundimi i luftës në Ukrainë, ndoshta një konflikt në Venezuelë, një rikthim në lindjen e mesme? Në 2026-ën, gjëja më e madhe që ëndërroi të ndodh është vetdia e shqiptarëve dhe dalja nga kusia e budallallikut të organizuar në epicendrën dhe transferimin e tyre në epicendrën e zhvillimeve globale. Ne nuk jemi lojtar të mëdhenj, jemi popull i vogël, ne nuk prodhojmë dot gjeopolitik, por ne mund të prodhojmë tru, nëpërmjet të cilit të bëjmë matjet e duhura të temperaturës së botës dhe të kuptojmë si do të pozicionohemi ne si shqiptar, sepse ajo që do të merret vendim për shqiptarët në 2026 do t'i shoqërojë në 30-50 vitet e ardhshme. Gabimi është i ndaluar, kjo në rrafsh Shqipërie. Në rrafsh global, pa diskutim do të intensifikohet fuqimisht përplasja ndërmjet Amerikës dhe Kinës. Kam 4 vite që e them natë për natë, ka vetëm një rival, Amerika, që është Pekini, nuk ka rival tjetër. Moska nuk është rival i Amerikës. Këtë duhet ta dinë gjithë. Mund të kesh 5 milion armë bërthamore, jo 5500. Armët bërthamore futi atje ku i kanë vendin se nuk i shërben kërkujt. Armët bërthamore shkatërrohen gjithë. Sot janë gjithë gati të shkatërrojnë njëri tjetrin. Ai që tenton sot shpërthej armë bërthamore, ja ka shpërthy vetes. Që do të thotë, bota do të shkojë drejt një tensioni të kontrolluar, është koha e korporatave, vendosin korporatat, janë ata që vendosin ku do vazhdoj lufta, ku do ndalohet. Venezuela do të mbyllet në 2026. Mundet të kemi një tensionim më të madh në Taiwan, për konfliktin Kinë-Taiwan. Lindja e mesme shkon drejt zhvillimeve të mëdha, edhe ajo mendoj se mund të kemi një goditje fatale të Iranit, e cila po gatuhet në zjarr të avasht, pavarësisht se po jepen
mesazhe apo doza të caktuara qetësuesish për Teheranin në Iran janë të vetëdijshëm se një goditje e madhe gatuhet dhe po përgatitet. Siria mund të shkojë drejt ndarjes në lindjen e mesme. Netanyahu do të tentojë të vazhdojë të kontrollojë fijet e lindjes mesme duke u shpallur mbreti i saj. Do të tentojnë që të rrethojnë Turqinë me aleancën e fundit e treguan këtë me Izraeli, Greqia dhe Qipro. Turqia do të vazhdojë të luajë fort edhe në lindjen e mesme, edhe në Ballkan, diku me marrëveshje me amerikanët, diku pa marrëveshje me amerikanët, për të rritur kartat e saj këtu, dhe të gjitha këto lojra dhe të gjitha këto përplasje na tregojnë që duhet jemi të vëmendshëm. Shpresojmë të evitohet përplasja direkte e Rusisë me Europën dhe një luftë direkte, sepse warmongers, ta istarët e luftës, që numërojnë miliardat, duhet të bëjnë llogaritë që ajo që ndodh nëse shkojmë në një përplasje direkte mes Rusisë dhe Europës, do të jetë fatale për Europën, do të jetë fatale për gjithë ne. Shpresoj që Shqipëria të jetë jashtë kësaj rrezeje, por gjithçka do të vendoset në maturinë ose të çmendurinë që do të zgjedhin si strategji të veprimit tyre në mbylljen e çështjes së Ukrainës, kësaj grope gjaku e cila po merr jetë të pafajshme njerëzish atje në Ukrainë, bij nënash po vdesin, mira në javë. Mendoj që patjetër duhet mbyllur ajo, përndryshe do të vazhdojmë 2026 dhe 2027, do të jenë vite tensioni, të cilat do të reflektojnë drejt për drejt ke xhepat tuaj dhe tek xhepat tanë, tek çmimet, tek produktet, tek rritja e inflacionit, tek gjithçka që ka të bëjë me jetët tona të përditshme. Urojmë më të mirë. Do uruar më të mirën për ju edhe për gjithë shqiptarët. Zoti Osmani, unë të falenderoj shumë për bisedën, për këtë analizë drejt për drejt e pa doreza. Të jam mirënjohës shumë. Kënaqësia është e imja, gëzuar, pashi një vit mbar edhe ju tek 5 pyetjet. Ju falenderit shumë. Ju uroj më të mirat edhe juve, edhe për të gjithë shikuesit. Zotin Osmani e gjeni në kanalin e tij në YouTube për analizat e sakta dhe të freskëta për ngjarjet që është një hap përpara. Zoti Osmani, falenderit shumë. Gëzuar festat e fundvitit gjithë shqiptarëve, pashi një vit mbar të gjithë. Faleminderit. Të mirësi për gjithë. Amin. Mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim.